Liderët e Ballkanit Perëndimor janë mbledhur këtë të mërkurë në Bruksel në samitin e radhës me Bashkimin Evropian, i cili do të çojë punimet në orën 18. Në këtë takim të nivelit të lartë që mbahet për të katërtin vit radhazi, Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel që prej pasdites së së martës. Kreu i qeverisë u prit nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, ndërsa do të marrë pjesë në seancën plenare, thellimi i bashkëpunimit dhe avancimi i integrimit gradual dhe plani i rritjes i Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim të nivelit të lartë që mbahet për të katërtin vit radhazi, Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel që prej pasdites të së martës. Samiti do të kryesohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në këtë takim, Shqipëria shkon me agjendë të përcaktuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Tirana zyrtare ka hapur të gjithë grup kapitujt e negociatave në harkun kohor të një viti, ndërsa tashmë pritet të hyjë në një fazë të re, mbylljen e grup kapitujve. Qeveria shqiptare është optimiste sipas një kalendari të dakorcuar me Komisionin për mbylljen e negociatave teknike deri në 2027, në mënyrë që brenda 2030-s Shqipëria të jetë anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Ndonse nga Brukseli nuk kanë munguar sinjalet pozitive për një afat më të afërt për Shqipërinë dhe Malinezi, të konsideruara pararoj në procesin e integrimit. Gjithashtu, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliard eurosh do të jetë pjesë e diskutimeve, i konsideruar gjerësisht në Bruksel si një nga mjetet më efektive për afrimin e rajonit me Bashkimin Evropian, si ekonomikisht ashtu edhe në aspektin e reformave. Pas Brukselit, samiti i radhës do të mbahet në qershor në Maltëzi për herë të dytë në një vend të Ballkanit Perëndimor. I pari ishte në Tiranë në dhjetor të 2022.